Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshëm të shirplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen në bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 30 të surës Al-Furqan, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Dhe i dërguari Allahu do të thot: O Zoti im, populli im e shpërfilli këtë Kur'an duke e braktisur atë. Të dashur vëllezër dhe motra, kur flasim për ditën e gjykimit, zakonisht mendojmë për pyetjet që Allahu do t'u bëjë njerëzve. Si jetove, ku e kalove rinin, si e grumbullove pasurin, e të tjera pyetje. Mirë po ky ajet fisnik, pra ajet 30 në surën Al-Furqan, na paraqet një skenë të veçantë, sepse vetë profeti ynë i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, ngre një ankesë para Allahut në atë ditë. Profeti nuk ankohet për mungesën e pasurisë së ummetit, as për dobësinë e tyre ushtarake, as për numrin e pakët të ndjeksve. Ankesa e profetit është: O Zoti im, populli im e braktisi Kur'anin. Kjo na tregon se një nga tragjeditë më të mëdha që mund të ndodhi një besimtari musliman dhe shoqërisë islame është largimi nga Kurani dhe braktisja e tij. Por çfarë do të thotë Kurani i braktisur? Fjala mahjurun që gjendet në ajet do të thotë i lënë pasdore, i neglizhuar dhe i braktisur. Dietarët kanë përmendur disa forma të braktisjes së Kuranit, dhe ato janë: e para, braktisja e leximit të Kuranit. Shumë njerëz kanë Kuran në shtëpi, por kalojnë javë, muaj, pa e hapur as edhe një herë. Profeti ynë i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: ndriçojini shtëpitë tuaja me leximin e Kuranit. Ky hadith i profetit tonë të dashur na mëson se kur lexohet Kuran në shtëpi, ajo ndriçohet. Sepse Kurani është fjala e Allahut dhe Allahu është drita e qiejve dhe e tokës. A ka më bereqet më të madh që në shtëpi të ndriçoj drita e Allahut fuqiplot? Kurani nuk zbriti që të qëndrojë në rafte, në vitrina, por ai zbriti që të lexohet vazhdimisht dhe të zbatohet, sepse Kurani përmban ligjet, rregullat dhe dispozitat e krijuesit Allahut fuqiplot. Është transmetuar nga i dërguari Allahut, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, se i ka thënë Selman Farisiut, Allahu qoftë i kënaqur me të: O Selman, kapu pas leximit të Kuranit, sepse leximi i tij është lyerje për mëkatet, mburoj prej zjarrit dhe siguri prej dënimit. Ati që e lexon për çdo ajet
i shkruhet shpërblimi i 100 dëshmorëve. Për çdo sure të Kuranit pra i jepet shpërblimi i 1 profeti. Mëshira zbret mbi të, engjëjt kërkojnë falje për të, xheneti përmallohet për të dhe Zoti është i kënaqur me të. Çfarë mirësish pra ka leximi i Kuranit, sipas thënies të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi që i thot shokut të tij të dashur e besnik Selman Farisiut. Pra për mirësive është sepse leximi i Kuranit shflyen gjunahat, thot profeti. Leximi i Kuranit është mburoj për zjarrit të xhehenemit dhe siguri nga dënimi. Leximi i Kuranit ka shpërblim të madh sepse për çdo ajet shkruhet shpërblimi i 100 dëshmorëve. Nëse lexon një sure, merr shpërblimin e një profeti. Kur lexon Kuranin, mëshira e Allahut zbret mbi lexuesin. Engjëjt kërkojnë falje për të. Xheneti ka mall për atë lexues Kuranin. Dhe ajo që është më madhështoria, Allahu fuqiplot është i kënaqur me atë që lexon Kuranin. Prandaj le të jemi për atyre që e lexojnë fjalën e Allahut, e lexojnë Kuranin në çdo kohë. Forma e dytë e braktisjes është braktisja e kuptimit. Disa e lexojnë Kuranin, por nuk përpiqen ta kuptojnë. Në ajetin 24 të surës Muhammed sallallahu alaihi wa alihi, Allahu i madhuar thot: "Afala yatadabbaruna al-Quran?" A nuk meditojnë ata mbi Kuranin? Ndërsa në ajetin 29 të surës Sad, Allahu i madhuar thot: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Ky është një libër i bekuar, pra Kurani, që ta kemi zbritur ty, që ata të meditojnë mbi ajetet e tij dhe që të marrin mësim njerëzit e mençur. Ky ajet i bekuar thekson pra se qëllimi i zbritjes së Kuranit nuk është vetëm leximi i tij, por edhe meditimi i thellë mbi kuptimet e fjalëve dhe ajeteve të tij dhe marrja mësim nga ata që kanë mendje të shëndosh dhe zemër të hapur ndaj së vërtetës. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: meditoni mbi ajetet e Kuranit dhe merrni mësim prej tij, sepse ai është më i fuqishmi ndër mësimet. Pra mësimi i Kuranit është më i fuqishmi ndër të gjithë mësimet. Sepse mësimet e Kuranit janë gjithë mësimet e krijuesit të Allahut fuqiplot, i cili i dëshiron njerëzve vetëm të mirën. Forma e tretë e braktisjes së Kuranit është braktisja e veprimit. Kjo është forma më e rrezikshme. Njeriu mund ta lexojë Kuranin çdo ditë, por në praktik nuk e zbaton urdhrin apo këshillat e Kuranit. Dhe kjo është ajo më e rrezikshme, mos zbatimi i Kuranit në jetë. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: lexuesit e Kuranit janë 3 llojesh. Më i miri prej tyre është ai që e merr Kuranin si udhërrëfyes për jetën e tij. Pra Kurani kërkon që ne pra ta marrim ato udhërrëfyes. Ai të jetë prisi jon në çdo hap të jetës. Kurani, të dashur vëllezër dhe motra, kërkon drejtësi, sinqeritet, besnikëri, modesti, moral dhe devotshmëri. Nëse jeta jon nuk ndryshon nga Kurani,
atëherë kemi rrezik të jemi ndër ata për të cilët ankohet profeti. Ku thot o Zoti im, populli im e braktisën pra këtë Kur'an. Pra të jemi për atyre pra që e zbatojnë Kur'anin në jetën e përditshme. Nuk sjell dëm zbatimi i Kur'anit, përkundrazi, sjell vetëm e vetëm mirësi. Siç e thash pra, sepse të zbatosh Kur'anin do thotë të zbatosh drejtësinë, mirësjelljen, besnikrinë, sinqeritetin, moralin, modestin dhe devotshmërinë. Këtë kërkon Kurani. Forma e 4 e braktisjes është braktisja e gjykimit sipas Kuranit. Kurani na mëson si të shohim jetën, familjen, ekonominë, moralin dhe shoqërinë. Dhe për të gjitha këto na udhëzon në atë që është më e mira, si thot në ajetin 9 të surës Isra, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë, ky Kur'an udhëzon atë që është më e mira, më e drejta. Kurani na udhëzon për një jetë më të drejtë, më të mirë, për një familje të shëndoshë, të pastër, për një ekonomi të drejtë, për moral të lartë, për shoqëri të pastër. Por, kur njerëzit marrin si kriter vetëm dëshirat, modën, rrjetet sociale apo presionin e shoqërisë, atëherë Kurani mbetet jashtë vendimarrjes së tyre. Dhe kjo pra është një fatkeqësi dhe dëm që u kthehet vetë njerëzve. Nuk i bën dëm Kuranit. Në ajetin 59 të surës An-Nisa, Allahu i madhruar thot: fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi wa rasuluhu. Nëse keni kundërshtim, mos pajtim për diçka, kthejeni atë te Allahu dhe i dërguari, pra te Kurani dhe te suneti i profetit. Sa herë që keni mos pajtim. Valla e bëjmë në këtë. Ky është gjykimi sipas pra Kuranit. Por fatkeqësisht muslimanët ne e kemi braktisur gjykimin sipas Kuranit. Ky ajet pra në surën Nisa na mëson se burimi përfundimtar i zgjidhjes së mosmarrveshjeve nuk janë dëshirat, interesat personale apo opinionet e njerëzve, por është udhëzimi i Allahut dhe mësimet e të dërguarit të tij, profetit Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Besimtari i vërtet, kur përballet me një çështje të paqartë ose me një konflikt, kërkon gjykimin e Kuranit dhe të sunetit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe të ehli bejtit të tij. Sepse në Kuran dhe në sunetin e profetit dhe të ehli bejtit gjendet e vërteta, drejtësia dhe rruga që çon drejt zgjidhjes së mosmarrveshjeve dhe drejt unitetit dhe bashkimit të ummetit. Sa herë që lind një mosmarrveshje, zgjidhja e saj duhet të kërkohet në udhëzimin e Allahut dhe të dërguarit, jo në pasionet dhe interesat personale. Dietarët kanë thënë se ajeti pra në surën Furqan dhe i dërguari i Allahut dhe i dërguari do të thotë: o Zoti im, populli im e shpërfilli këtë Kur'an duke e braktisur atë, është paralajmërim për çdo brez. Ndoshta sot Kurani mund të lexohet më shumë se kurrë, sepse aplikacione të ndryshme të Kuranit janë në çdo telefon. Recituesit dëgjohen në mbar botën. Por pyetja është, sa ndikim ka Kurani në mendimet, sjelljet dhe vendimet tona? Nëse kalojmë orë të tëra në telefon,
por vetëm pak minuta me Kuranin. Kjo duhet të na bëjë të reflektojmë. Nëse njohim fjalët e njerëzve të famshëm, por nuk njohim fjalën e krijuesit, Allahut fuqiplot, me të vërtetë kjo është një shenjë alarmi. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe ehli bejti i tij, paqja qoftë mbi ta, nuk e shihnin Kuranin si një libër për raste ceremoniale. Profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte Kurani folës, Al-Quranu Natiq. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ishte mishtërimi i Kuranit. Si thot profeti, Aliun ma Al-Quran wa Al-Quranu ma Ali. Aliu është me Kuranin dhe Kurani është me Aliun. Imam Huseni, paqja qoftë mbi të, u ngrit për të mbrojtur vlerat e Kuranit. Imam Sajjadi, paqja qoftë mbi të, kalonte net të tëra duke e lexuar dhe medituar mbi ajetet e Kuranit. Është transmetuar se kur arrinte te ajetet e mëshirës, lutej për mëshirë, dhe kur arrinte te ajetet e dënimit, kërkonte mbrojtje nga Allahu nga dënimi. Pra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe ehli bejti jetonin me Kuranin. Nëse jemi vërtet ndjekës të tyre, edhe ne duhet të jetojmë me Kuranin në çdo kohë. Një pyetje që shtron veten është si ta rikthejmë Kuranin në jetën tonë. Së pari, leximi i përditshëm i tij, qoftë edhe 5 ose 10 ajete në ditë. Vazhdimësia është më e rëndësishme se sasia. Pra mos kemi ta ahman që të lexojmë sa më shumë. Të zbatojmë, si thot populli, pak e sak. Pra, pak ajete, por të vazhdueshme. Jo të lexojmë një sure dhe pastaj pas një jave apo 2 javësh të rikthehemi të lexojmë Kur'an. Së dyti, lexim me përkthim dhe meditim. Dhe kur të lexojmë, të pyesim veten tonë, çfarë më thot ky ajet? Çfarë duhet të ndryshoj në jetën time? Së treti, të edukojmë familjen me Kur'an. Shtëpia ku lexohet Kur'ani është shtëpi e bekuar. Në të janë të pranishëm engjëjt. Në atë shtëpi gjendet mëshira e Allahut, gjendet udhëzimi i Allahut, drita e Allahut. Fëmijët duhet ta dëgjojnë dhe ta ndjejnë praninë e Kuranit në familje. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, kush ja mëson fëmijës së tij Kuranin, Allahu do t'i vendosë atij, pra prindrit, një varse që do t'i mahnit të parët dhe të fundit në ditën e Kiametit. Së katërti, të veprojmë sipas tij, sipas Kuranit. Qëllimi përfundimtar nuk është vetëm leximi, por zbatimi i Kuranit në jetën tonë. I dashur i zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë, zbatoje Kuranin sepse leximi i tij është lyrje për mëkatet, mburoj nga zjarri i xhehenemit dhe siguri për dënimin. Të dashur vëllezër dhe motra, çdo ditë e jetës tonë të imagjinojmë ditën e gjykimit kur do dalim të gjithë para Allahut. Atë ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali do të jetë dëshmitar mbi ummetin e tij. Çdo ditë të jetës tonë le të pyesim vetat tona, a do të jemi nga ata për të cilët profeti ankohet apo nga ata për të cilët ai krenohet. Inshallah, qofshim për atyre që profeti do të krenohet në ditën e gjykimit. Të mos lejojmë që Kurani të mbetet vetëm zbukurim në raft, apo një aplikacion në telefon, apo një libër që hapet vetëm për Ramazan, apo ceremoni të ndryshme.
Le ta bëjmë Kuranin shoqëruesin ton të përditshëm, udhërrëfyesin ton në vendime, mësuesin ton në moral dhe dritën ton në rrugën e Allahut fuqiplot. Dhe së fundi, e lusë Allahun që të na bëjë për njerëzve të Kuranit, për atyre që e lexojnë, e kuptojnë, e duan dhe e zbatojnë Kuranin në jetën e tyre të përditshme. Allahu na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu ju ruajt, ju bekoft, ju dhe familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.